Në tremujorshin e parë të vitit 2025, investimet amerikane në Shqipëri përbënin vetëm 3% të totalit të investimeve të huaja direkte, niveli më i ulët që nga viti 2022. Sipas Bankës së Shqipërisë, këto investime ranë në 11 milion euro nga 15 milion në fund të vitit 2024, shumë poshtë mesatares prej 17 milion eurosh në vitin 2023. Rënja nuk është pa precedent. Një model i gjashëm u vure edhe gjatë administratës Trump në vitin 2017, me disa periudha ku investimet ishin minimale apo zero. Kjo ngjall pikpyetje mbi një ndryshim më të thellë në politikat e investimeve të SBA-s. Mospërputhjet ndërmjet statistikave zyrtare janë të dukshme. Departamenti Amerikan i Tregtisë raportoi për vitin 2023 një vlerë negative prej 50 milion dollarësh për investime në Shqipëri, ndërsa Banka e Shqipërisë evidentoi hyrje pozitive prej 61 milion eurosh. Pozicioni total i investimeve sipas SBA-s mbetet negativ. Këto kontrandita mbien ndesh me qëndrimin optimist të dhomës amerikane të tregtisë që pretendoi dyfishim të investimeve në 2 vitet e fundit. Byroja Kombëtare Amerikane e Analizave Ekonomike e pranoi mungesën e transparencës dhe boshllëqet në raportim, duke theksuar se struktura financiare komplekse nuk reflektohet qartë në të gjithë të dhënat kombëtare, megjithatë pritet një zhvillim i madh. Familja Trump-Kushner po finalizon një projekt luksos në ishullin e Sazanit me vlerë mbi 1 miliard euro, duke kthyer atë në një destinacion turistik ekskluziv. Kjo mund të sjellë një tjetër dimension të marrëdhënieve ekonomike midis dy vendeve.